çështja e Palestinës, e cila është, si më thanë, plag e hapur e çdo besimtari. Pra plag e qelë, e cila gjithmonë është e përgjakur. Pra Palestina, në të cilën gjenden Mesjid al-Aqsaja, e cila është xhamia e tretë më e shenjtë në Islam, pra pas Ka'bes edhe pas xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ishte një pyetje e cila kishte të bëj me çështjen se kur do të përfundoj kjo, ose si ka qenë metodologjia, mënyra se si muslimanët kanë arritur në çlirimin e Palestinës prej asaj robrie e cila është robri shtazarake prej jehudëve, ashtu sikurse gjithë dynjaja janë duke e parë pra dita ditës. Pra në kohën Omerit radiallahu, kur ka qenë halife Omeri, normal Omeri radiallahu e ka pasur selin vendqëndrimin në Medinë. Ndërsa kur është çliruar Egjipti, Omer radiallahu nuk ka shkuar atje. Ka dërguar emisarët e vet. I ka dërguar njerëzit tjerë prej prijesve musliman si halife. Kur është çliruar Shami, nuk ka shku. Është çliruar edhe Iraku, nuk ka shku. Kur është çliruar Palestina, ka shku. Kjo tregon pozitën e madhe çka e ka Palestina. E sidomos Kutsi, qyteti i cili në Islam e ka emrin Kuts, ose ajo çka quhet sot Jerusalem. Pra quhet me emrin internacional Jerusalem, i cili është prej emërtimeve hebreje, Orshelim. Pra kur është çliruar Kutsi, Omer radiallahu ka shkuar që t'i marrë qelsat vet, me dorën e vet. Edhe ka shkuar për në Kuts, për me i marrë qelsat. Kur i ka marrë qelsat për jehudive, ata thonë erdhi një njeri i cili i ka cilësitë e njëjta, të cilët janë përmendur në Teurat. Cilësitë e tij kanë qenë njeri i gjatë me tesha të grisura. Pasi që Omeri me trup ka qenë shtat madh, edhe teshat, edhe se si prije si muslimanëve, ka pasur teshat e grisura. Edhe i ka marrë qelsat e Kutsit. Kjo tregon pozitën e madhe çka e ka pasur Kutsi gjatë historisë. Për këtë arsye, edhe shumë prej sahabëve kanë luftuar për çlirimin e Shamit. Pra së bashku me Palestinën. Një prej atyre të cilët kanë bërë hijret që në periudhën e pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka qenë edhe Bilali. Po sa i merr çelsat Omer radiallahu anhu, e afron Bilalin. I thot Bilal, thirrë ezanin. Thiro Bilal ezanin. Bilal i thot, wallahi, kam bë bie, jam betuar në Allahun se pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk e thiri unë ma ezanin. Omer radiallahu anhu si halife, si prisi muslimanëve i thot, wallahi ke me e thirr. Sepse edhe sikur t'ishte gjallë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do kish patur dëshirë që ti ta thirish ezanin. Edhe e thret ezanin Bilali radiallahu anhu. Edhe pse ishte betuar më herë që kur s'ka më me thirr ezanin pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E thirr ezanin derisa mrinte eshhedu anna Muhammeden Rasulullah. Edhe fillon çaji, edhe fillojnë çajin gjithë muslimanat të cilët kanë qenë prezent. Pra mund ta paramendojmë çfarë pozite madhështore ka Kutsi, Palestina e sodit e robëruar, Palestinë për të cilën edhe Sham 5.000 sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kanë dhënë shpirtin. Mund ta paramendosh 5.000 shokë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kanë dhënë shpirtin për çlirimin e Palestinës. Çka është e rëndësishme? Nëse jo diçka tjetër, pra krahas faktit se Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur Mesjid al-Aqsa në Kur'an, është fakti se pejgamberi 5.000 shokë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kanë dhënë shpirtin për çlirimin edhe për ngritjen e fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo subhanallahu është një gjë e cila duhet që neve si besimtar na vetëdijsoj edhe mos ndalemi që të folim rreth kësaj si tematik, sepse hapi i parë që ne kemi me elon Palestinën mbrapa është kur do mshelen këto gojet tona. Edhe s'do folin, edhe dhe thonë, a besa jo çështja e arabëve, çka kemi ne punë me ato? E punë e kujshis, puna ati, edhe kjo është e fenomeni negativ të ne si popullat.
apo çka na intereson neve çka bëhet atje. Asgjë sa problematika kemi me ekonominë tonë, udhat pa asfalt, më thon përmendim sende të cilat janë banale, ndërsa e harrojmë atë të cilën Allah subhanahu e ka vlerësuar edhe na ka treguar në surën El Isra për vlerën madhështore edhe për bereqetin të cilin e ka ai vend.